Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në një histori jete e njërit prej jush. Ju kemi thënë, dritare je ti. Kudo je dhe do të ndash në dritare historinë tënde, ne jemi të lumtur. Ishte natë, do të ketë qenë ora 3 mëngjesit, kur më dërgojnë një link ku thoshte Armir Gjeçi, madje unë lexova Gjeci, lexova si italisht, komandant i karabinierëve në Torino. E keni parasysh që na ka hyrë frika nga këto linqe, sidomos në Shqipëri, që ti klikon ata të hakerojnë direkt dhe nuk e klikova. Kur të nesmen pash që ishte lajm kudo, më erdhi natë, ishte linku i dur. Gjithsesi e bëm lajmin, e pash që krenaria që ndjenin komentuesit shqiptar ishte jashtëzakonshme dhe një pjesë thoshin, edhe kush bër aty që ka dhe racizëm, se tani nuk e di, do ta pyes më pas, ka apo s'ka. Kështu që ndjeva dëshirën ta ftoj në dritare dhe kam kënaqësinë që ta prezantoj tani në dritare. Është Armir Gjeçi, kënaqësi që keni pranuar ftesën për Shqip. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit kapiten. Faleminderit juve. Po, kapiten. Ju tani jeni nga Zyra? Po, tash jam nga Zyra, jam në orar pune, që normalisht po janë punë zyrë kryej gjithë funksionet e mia, edhe jemi në lidhje drejt për drejt, domethënë nga. Kështu që po pati probleme ju e ndërprisni. Po pati probleme aty e ndërprisni, puna e para. Fatkeqësisht po. Kështu që unë do t'i bëj shpejt e shpejt. Shpresoj mos ketë probleme, Urojmë. Çfarë zone është aty? Do filloj njëherë me faktin çfarë zone drejtoni ju dhe pastaj karriera juaj dhe mosdorëzimi juaj në çdo sfidë është fantastik. Nuk di. Bravo. Faleminderit për shembullin. Faleminderit juve për fjalët kaq të bukura. Atëherë këtu jemi në Ivrea. Ivrea është një zonë afër Torinos, është një qytet afër Torinos me gati 25.000 banor. Edhe unë komandoj kompaninë e Ivreas. Kompania e Ivreas ka 14 reparte të karabinierëve, 14 stacione. Edhe domethënë është një territor shumë i gjerë, shumë i madh. Edhe kam një javë që kam këtë detyrë të re. Një javë që drejtoni, kur, do të thënë, si funksionon aty, është surprizë, emërohesh apo janë shkallë, si ndodh? Sepse për të gjithë ata që komentonin thoshin wow, ishte shumë e habi, po flas për ata që jetonin në Itali dhe e njihnin zonën. Jo, thjesht është siç ta përpara, domethënë ndjek shkallë edhe përpara kam qenë në komandën e njësisë hetimore të Torinos për 2 vjet. Edhe përpara akoma kam qenë Alcamo, kam komanduar njësinë operative dhe të ndërhyrjes shpejt të Alcamos në Siçili, në Trapanik. Armir, po ju jeni shumë i ri, ju jeni 94. Kur i keni bërë gjithë këto gjëra? 94. Jam 31 vjet, po. Po sepse në vitin kam marrë në Itali në fakt kur kam qenë 6 vjeç. Kështu që shqyr nuk e kam humbur gjuhën shqipe, sepse prindit e mi më kanë folë gjithmonë shqip. Plus gjithë shkollat i kam kryer këtu, në Itali. Edhe me studimet, kur mbarova gjimnazin, isha dëshirë që të bësha karabinier, pavarësisht të gradës. Mund ta shpjegojmë dot këtë dhe qëndrojmë në regjia, lutem, qëndrojmë bashkë me Armirin. Pa fotos, edhe në foto njëjti është. Armiri nuk ndryshon fare nga fotoja, edhe live në foto. Mund ta shpjegojmë këtë dëshirën, sepse ju jeni një fëmijë që i lindur në 94, nuk e di sa vjeç ishit ju në 97 në Durrës, kur familja iku. Mos ka ndonjë lidhje me atë periudhën e tmerrshme dëshira juaj për të bërë karabinier apo jo? Jo, familja ime detyrua të emigrote për arsye ekonomike, si gjithë familjet, pothuajse gjithë familjet e Shqipërisë. Në fakt unë kam netur në Shqipëri, kur ato erdhën në Itali në 98-ën, jo në 97-ën, po në vitin 98. Edhe neta 2 vjet me gjyshrit e mi. Kam netur atje sepse prindit nuk dojshin që domethënë të jetojsha sakrificat e emigrimit kaq i vogël. Pastaj ndoqa, edhe pata fat që qellova në një ambient në Pasiano di Pordenone ku u transferuam familjarisht,
në Pordenone, në provincën e Pordenones në veri të Italisë. Pata fat që qellova me njerëz shumë të mirë si nga ana e shkollës, si dhe nga ana e miqve, domethënë të shokëve, njerëz autokton normalisht, jo vetëm shqiptar. Edhe aty avash vendosa të ndisha këtë rrugë, sepse ishe dëshira ime më e madhe ishte që të ndihmojsha njerëzit. Të ndihmojsha pavarësisht shqiptar, italian, të gjithë. Edhe të isha karabinier, sidomos për uniformën që veshin karabinierët, ishte ëndër. Ishte ëndër sepse karabinieri ishte për mua një shembull respektimit ligjit, një shembull drejtësie. Edhe aty pastaj doli gati si një punë fiksimi që kisha, edhe ndoqa këtë rrugë. Fitova konkursin në vitin 2014, kam fituar konkursin si inspektor. Do me thënë, ju shprehe dëshira u bë urdhër për armirin dhe ju vazhduat. Ju futët rrugës ku patët dilema. Jo, dëshira u bë urdhër sepse nga kokëforcia u bë urdhër. U bë urdhër nga kokëforcia dhe nga mosdorëzimi. Sepse kjo ishte dëshira ime më e fortë, edhe do bëjsha çmos që t'i arrisha objektivit. I tregojmë pak të shkallët e mosdorëzimit, sepse ju patët goxha sfida, praktikisht të humbura, dhe vazhduat. Mund t'i tregojmë të gjitha, sepse janë fantastike, i lexoja dhe nuk mbesoj, si vazhdonit ju? Atëherë, në radhë të parë, unë, si thash përpara, provova konkursin për herë të parë, edhe nuk e fitova konkursin për oficer në vitin 2013. Ka qenë konkursi i parë që kam provuar. Domethënë, thamarova shkollën, thamarova gjimnazin, liceu klasiku quhet në Itali. Provova konkursin edhe arrita në vendin 81. Kundrejt 60 vendeve që mund të ishin për konkursin. Edhe nga aty pastaj nuk isha çfarë të bëjsha, domethënë do e provojsha, po duhet kalote një vit për ta provojsha konkursin tjetër. Dhe atëherë, duke pasur edhe, domethënë, duke mos dash me nejt dorë në dorë, atëherë shkova dhe punova në një fabrikë druni. Që të paktën të majsha studimet edhe të vazhdojsha mësimet për konkursin.